Mbrëm rreth orës 19:10 minuta në një aksident fatal të ndodhur në Zajas të Kërçovës, në vendin e ashtu quajtur Ura e Seferit, në vendngjarje humbën jetën 3 persona nga fshati Kollar. Një tragjedi fatale ka ndodhur mbrëm në Kërçovë, më konkretisht në Zajas tek Ura e Seferit, siç njihet në popull. Në këtë aksident humbën jetën 3 persona nga fshati Kollar, Halit Alili, 16 vjeç, Admir Veliu, 19 vjeç dhe Zufer Zeçiri, 46 vjeç. Aksidenti me pasoja të mëdha tragjike ndodhi në momentin kur indjeri ZZ, 46 vjeç, drejtonte makinën e tij të tipit Ford dhe goditi nga prapa traktorin i cili ishte duke lëvizur në rrugën kryesore pas një lloj sinjalistike dhe ishte i ngarkuar me dru. Traktori drejtohej nga 50 vjeçari XJ dhe me të ishte edhe 25 vjeçari AM, të cilët kanë marrë vetëm lëndime të lehta nga kjo tragjedi, e cila la të vdekur 3 persona. Organet kompetente qëndruan në vendngjarje deri në orët e mesnatës, ku janë duke konstatuar se si erdhi deri te ky aksident fatal. Vlen të përmendet se të 3 të ndjerit do të varrosen nesër tek varresat e fshatit Kollar. Vlen të përkujtojmë se Kërçova viteve të fundit zën vendin e parë për nga aksidentet me fatalitet, ku shumë të ri kanë humbur jetën, qoftë me vetur, por edhe me motor. Kërçovarët çdo vit vajtojnë sepse dheu përpin më të dashurit e tyre, ardhmërinë e këtij vendi. Mbetet të shohim nëse nesër do të shpallet ditëzie nga ana e komunës në nivel lokal, sepse nuk është pak që për një moment të humbin jetën 3 persona.